Për një matje të saktë të tensionit të gjakut, duhet të menjanohen sa më shumë të jetë e mundur ndikimi i faktorëve të jashtëm në vlerat e tij. Për këtë, pushoni për 5 deri në 10 minuta para matjes së tensionit. Menjanoni ngacmuesit apo ndryshuesit e tensionit si pijet me përmbajtje kafeine. Këto pije duhet të jenë 1.5 deri në 2 orë larg kohës që po matni apo do të matni tensionin e gjakut. Të mos ja duhani të paktën 30 minuta larg aktivitetin ose ushtrimet fizike të paktën 1 orë larg.